ndryshe në Top Albania Radio. Unë them që ne kemi Gala Dragos. Wow, sa këngë e bukur është. Jemi futur 3 veta në trans. 3 veta në një gjendje që vetëm Gala mund ta sjell në këtë moment në studio në radio. Përshëndetje o Yll. Përshëndetje. Ej, sa mirë dukesh. Faleminderit. Ti ka pak javë që ke mbushur dhe 20 vjeç. Në shtator? Shtator? Pak muaj atëherë. 2005, 2 shtator 2005, 2 shtator 2025, 20 vjeç. Çfarë të bëri Kristi dhurat? Asgjë. Gala, ti e dashuri e këtu mes nesh për një këngë e cila më njëherë është bërë pjesë e Top Awards, është kaq e bukur. Unë nuk di ta them mirë me prononcimin e duhur, po Femsel anthem? Po, shumë bukur edhe. Femsel anthem, po. Wow. Tani na fut edhe më shumë në gjendjen e kësaj këngë. Çfarë do të thënë titulli? Si erdhi ky projekt që u finalizua kaq i bukur, cilët janë bashkëpunëtorët e tu në Femsel anthem? Atëherë, Femsel anthem është një anthem, si themi anthem në shqip. Him. Po. Është një him për femselat. Një femsel është një gocë që nuk ka shumë suksese në jetën romantike. Edhe është shumë e izoluar, edhe e kundërta e imja. Unë kam qenë... Qarë? Thot Kristi e kundërta ime, thot. Yeah. Motra dhe vllai. Kisha një periodë që isha shumë femsel, you know, edhe kërkojta këtë si him për gjithë ëndrat që bëra me qunat kur nuk kisha kontakt me qunat. Voilà. Edhe e shkruajta vetë këngën, arrangjova vetë, edhe pastaj e finalizova me producerin e Taminos, është këngëtar shumë njohur belg. Po, that's it. Më ngeli në mendje se tha e shkruajta në një periudhë që nuk është se kisha raporte ose marrëdhënie, po duket si këngë, të paktën për mua si dëgjuese, ndoshta jam shumë gabim, sikur se s'dua të ta bëja të pyetjen idiote, a je e dashuruar dhe a je in love, po duket sikur vjen nga një dashuri shumë e madhe, pra është diçka e ndjer shumë fort që ti e glamorizon këtë personin dhe e shikon pra si të lavdishëm, i bukur, i mirë, dua ta, edhe mua më futi në ndjesinë time direkt shkova tek dashuria më e madhe e jetës time. A ke kaluar një big love që e ka inspiruar këtë këngë? Jo, kjo kënga nuk ishte inspiruar nga big love fare. Ishte me vërtet dëshpërim, si themi, my despair. Pra dëshirë për të patur një dashuri të madhe. Po, është, you know, it's about wanting love so badly. Është për romantiket e pa shpresat e të dëshpëruara mos si të gjithë. Po, je kaq e sigurt që po e kërkon këtë big love vetëm 20 years old? Unë, jo. Po, prit. Një detaj. Okej. Këngët janë gjithmonë janë si një foto të një momenti, edhe unë në atë moment unë ndjeva kështu, po gjithmonë edhe me prindrit, me babin, me mamin, me shkujt nuk më... Ajo që unë vlerësoj më shumë në të gjitha këtë që dëgjova është që ti ke një liri të menduarit, të shkruarit, që nuk lejon jo vetëm prindrit në rolin e prindërve, po edhe prindrit si artist, edhe vllajin gjithashtu që të ndërhyjnë në atë çka ti bën. Ke shumë liri, fjale, mendimi, muzike, je duke ecur në rrugën tënde, a është kështu? Po. Po, cili është në fakt, çfarë ka thënë Robert Aliaj Dragot Aliaj për këngën tënde më të re? Cilat kanë qenë komentet, reviewt e familjes tënde, mami, babi, vllai, çfarë kanë thënë? Reviewt janë shumë pozitive. Janë shumë pozitive. Nuk kam gjë për të thënë.
Me vërtet. Një pyetje kam unë. Sa i mirë është. 3 minutat e fundit, je ti që po ha tort. Se, çfarë do thot? Sepse është një loj me këtë termin is it real or is it cake? Edhe ai çuni is not real. Është cake, nuk është fantazia ime edhe po e haj kështu edhe e shikon like you see my guilt. Unë djem si shit kur e haj po nuk mund të vazhdoj. Gala, a është ky klipi yt i parë? Po. Është klipi i parë. Po pse erdhi kaq vonë një klip? Ti je një vajzë që ke fituar The Voice Kids, ti ke prezantuar Belgjikën në Eurovision disa vite më parë. Domethënë, je aktive në muzikë, po gjithashtu dhe dalje të rëndësishme në skena shqiptare, ë? Kanë qenë të mrekullueshme edhe daljet me babin. Pse kaq vonë një klip? Erdhi kështu. Kisha gjithmonë ide për videoklip, por kjo është hera e parë që ishte me të vërtet konkretizuar ide, like, erdhi kështu puna, nuk e di. Unë mendoj që njerëzit shumë artistik presin që diçka të jetë tamam perfekte për ta publikuar, edhe jam shumë e bindur nga ajo që pash dhe dëgjova, ka arritur tamam atë pikën e perfeksionit dhe jam unë shumë e lumtur që e publikove atë këngë dhe është fantastike. Tani për të të njohur ty më mirë, cila është rryma jote? Si quhet rryma që ti bën, këngët që ti na sjell neve? Domethënë, është ka dhe opera aty, ka dhe dark side aty, ka gospel aty, ka, nuk e di, si e definon ti veten tënde? Çfarë muzike bën ti? Unë do të thoja është diku between art pop edhe alternative pop. Okay. Po kam shumë influenca nga jazzi edhe muzika klasike. Atë po këto 4 zhanret të miksuara. Unë mendoj që ti po të mendohesh edhe pak më shumë, shpik një rrymë tënde. Maybe, who knows? Një gala style. Emri jote shumë i bukur. Kusha ka vendosur emrin galës? Prindrit. Berti. Po ty? Mami. Gala, ke një super emër. Kam dëgjuar gjithashtu që ti po shkon super suksesshëm në tregun belg, je në radio atje, je në skena, je në festivale, je ftuar her pas here. Do të thënë je një superstar në Belgjik. Po. Akoma. Unë kam dëgjuar kështu. Edhe njerëz që njoh që jetojnë atje thonë Gala është shumë famous atje. Yeah, but I don't know. I don't think I'm famous. They might think that. But siam akoma aty ku duhet jem. Kur mendon ti se do të vijë ajo ditë kohë? Je duke e pritur, je duke punuar për këtë moment? Unë më duket se do vi për pak. Viti që do vi tani më duket se do jem qik më, do ekspozohem më shumë në për skenra edhe mendoj që këtë vit do jetë starti i vërtet. A ke ti një menaxher të mirë Gala në Belgjik? Po, është djalë shumë fisnik edhe më ndihmon shumë. Është belg apo jo? Po. Po për tregun shqiptar je interesuar? Domethënë, të realizosh klipe që të bëhen dhe këtej pjesë siç është ky në Top Awards apo të vish në festivale, në emisione, në koncerte, jo vetëm kështu nëpërmjet jo virtuale, ti je e pranishme në studio. Jo, patjetër. Edhe kur të kem koncerte, dua të bëj koncerte në Shqipëri, intervista, më pëlqen. Po nuk i ke thënë babit ti të ndihmojnë çik se ai njeh shumë, di shumë. Yeah, I mean. Se tani, kështu është. O, më Krist. Unë po mendoj për këngën. Ti po mendon për këngën? Po. Ti isha dhe unë qik romantik, kështu. Do isha bë këngëtar i mirë. Kush është më shumë romantik nga ju të dy, Gala? Gala, 100%. Kush është më i dashur nga ju të dy?
Gala. Jo, nuk është e vërtet, shiko. Kristi është shumë I dashur. Mund të them që nga jemi në same level of like love. Hate. Kush është më I famshëm në Shqipëri, Gala apo Kristi? Kristi. A do hyp Gala ndonjëherë në Big Brother Shqipëri? Jo. Se është e vogël akoma edhe ka shumë punë artistike për të bërë. A ke ti një mesazh për publikun shqiptar që të do edhe të ndjek dhe I pëlqen këngët e tua? Unë mesazhi im është që nuk e besoj dot që ka shumë njerëz që dëgjojnë këngët edhe këngën edhe I pëlqejnë. I cannot believe it. Jam tepër thankful, immensely grateful. Edhe komentet, për shembull, janë zbutur shumë. Për Galën? Në përbara. Ndoshta ishte edhe prej meja, prej Bigut e tjerë, shumë të ashpra. Shumë të ashpra dhe thoja pse më. Po çfarë është diçka negative që mund t'i thuash Galës? Po pra, jo, nuk se të më thuash mua, e kuptoj, tu llaz mustaqe kështu I madh, hajt. Le ta shajm. Po sepse nga që Gala nuk erdhi në formatin tipik crop top, jeans dhe pse gjithë kjo rejt një këngë slow e bukur romantike, domethënë, ai imazhi I Galës si mund ta komentosh kaq rënd? Gala nuk I ka parë fare ato. Vetes duhet I shoh. Ndoshta janë fiksuar. Jo, po. As nuk më impakton fare, më bën të qesh. Jo, shumë mirë. Më bën të qesh. Shumë mirë. Apo I fut një çokoladë atje edhe çdo gjë po çokoladë belge pastaj. Po. Gala, çfarë ke dëshirë të madhe të realizohet në 2026-ën? Një EP I dytë. Do edhe dua të mësoj disa instrumente në çik më mirë edhe dua të shkruaj më shumë. Shumë bukur. Po një koncert në Shqipëri na e premto ande nga Vera. Bukur do ishte. E premtoj. U kry. Do mbajmë bukur, do mbajmë llogari, do lidhemi pas sa kohësh prap me ty. Të përqafoj shumë zemër, të fala mamit edhe babit edhe uroj të dëgjoj më të mirën. Të duam fort ne këtej nga Shqipëria. Shumë faleminderit. Je një yll. Je më I mirë se vllai. Të mirë futë kot. Se kemi në shqiptarët që këta, ama që këta. Bëjmë që shkojmë kë. Falenderoj për qafoj. Mirupafshim, të fala. Si thojnë mirupafshim ande nga ju? Bizu. Qa that? Puthje. Bizu e dia. Bizu. Faleminderit shumë. Kris, Dragot, po ti çfarë dëshirash ke për 2026-ën? Ti themi se ja na dëgjohen edhe na realizohen. Unë kam qef të më heci dashuria. Biznesi I dashurisë. Ose shkeq se edhe unë dua të eci biznesin burrit tim. Më duhet tani sikur po më kritikon që kam një OnlyFans ose biznesi dashurisë. No, biznesi e di se po qesh. Jo, të shkoj te Gala mirë. Motra. Jam e sigurt që Gala do njohi vetëm gjitje. Po se e meriton. Artistikisht ka rrit një këngash, unë e quaj këngën artistikisht tepër perfekte, shumë e perfeksionuar, shumë e arritur. Dua të çaj se e meriton. E meriton, vërtet. E meriton. Ndoshta meriton dhe një menaxher më kështu international më. Ndoshta Lona direkt në biznes, Po, ishte direkt e pyeti edhe për menaxherin. Si është ai? Mirë, se mos është se po. Belga apo shqiptare? Belgjit janë çik të. Është mbyll dhe MTV-a tash. Belgjit janë çik kanë një tip menaxhimi çik më të mbyllur, më të tërhequr. Nuk janë shumë dinamik në approach. Po shiko, menaxheri është një gjë, unë kam qenë besoj që varet nga Gala, kupton,
nga konsistenca e Galës, nga talenti i Galës, ata Uroj më të mirat për ty edhe për familjen tënde. Jemi në fund, faleminderit shumë që erdhe, edhe shëndet. Faleminderit. Dhe çdo do zemra për vitin e ardhshëm dhe për gjithmonë. Edhe juve. Shumë Kur të kesh të reja, të rëndësishme, të bukura, je i mirëpritur të vish ti ndash. Këtu i pari. Ylli, faleminderit shumë. Kënaqësi e përjetshme. Ne do shihemi dhe do dëgjohemi bashkë nga Jona e tutje në Big Brother Radio, ndërkohë që kjo fundjava është fundjava më e zjarrte këtij muaji, se është premiera e Big Brother VIP Albania 5. Shihoni çdo moment dhe uroj të shkojë mbar stafit dhe gjithë skuadrës së madhe dhe të jashtëzakonshme të Top Channel në sipërmarrjen e radhës. Natën e mirë, faleminderit që na dëgjuat.